Në zemër të Alpeve shqiptare, për te gjurmëve të zakonshme turistike, ngrihet një atrakcion që po tërheqë gjithnjë e më shumë vëmendje, bëhet fjalë për majën e Vajushës. Ecja në mëngjes nisën që nga Lëpusha në Malsinë e Madhe, një ecje mes shkurësh dhe shtigjesh që dredhojnë mbi këtë lugin. Rrugëtimi është i gjallë dhe bëhet në këmbë për afro 3 orë, plot frymë dhe kureshtje. Teksa ngjitesh, ajri bëhet më i freskët dhe pamja më e thellë. Gjatë ecjes, turistët e huaj janë ata që dominojnë. I live in Belgrade. Unë jam nga Beogradi dhe këtë vend e vizitoj për herë të dytë. Është e mrekullueshme, mjafton ta shohësh me sy dhe të mbetet në kujtesën tënde çdo ditë. I thash vetes që duhet të rikthehesh në atë vend për ta përjetuar sërish. Ma kanë sugjeruar miqtë e mi që ata vete kanë parë në internet. Internet. Yeah, it's my first time. Po, është hera ime e parë këtu, po qëndroj prej një jave në Shkodër dhe vendosëm të vim në këtë vend kaq të bukur. Është fantastike, njerëz shumë të mirë, natyra shumë e bukur, ushqimi po ashtu ja vlen tepër dhe po kaloj një kohë të këndshme. Një ecje pak e vështirë këtu për disa orë, por me një pamje magjepsëse. Unë jetoj në Londër dhe jam mësuar të bëj ecje atje. A step up. I think I'm out of my depth on this hike. Mendoj se nuk kam shumë fuqi për këtë ecje, por po ja kaloj shumë mirë dhe dua ta bëj deri në fund. Më pëlqejnë njerëzit dhe gjithçka këtu. Një vend shumë i bukur dhe unë nuk kam parë kurrë në jetën time diçka më të bukur se këtu. Is there anything like this before? I feel amazing. Ndjehem shumë i mrekulluar, vend i bukur, njerëz të bukur, kulturë, ushqim, natyrë që më pëlqen. E bëra këtë shteg, gjë që ishte e mrekullueshme. E gjithë pista kur ngjitesh në maj, qëndron atje me flamurin e ngjitjes dhe është thjesht po. Është vërtet një ndjesi shumë e veçantë. E di mund të shkosh në një kafene ose bar, kudo dhe ishim shumë miqësor. Je shumë i mirë pritur në të gjithë vendin. Është fantastike. Oh, patjetër, do ta sugjeroja sapo të kthehem në shtëpi dhe do t'ju them se po, kam takuar kaq shumë australian këtu dhe patjetër do t'u them të gjithëve miqve të mi në shtëpi se duhet të merrni forcën këtu, sepse është thjesht një fillim i mirë për të gjithë. Është thjesht i mrekullueshëm i gjithë vendi dhe kam qenë këtu vetëm për një javë. Kam ecur shumë dhe vetëm në male. Jam i emocionuar të vazhdoj udhëtimin dhe të përjetoj më shumë nga Shqipëria. Go experience more of Albania. Më të pakt janë shqiptarët që vizitojnë majën e Vajushës, pasi për ta kjo ecje nuk është e lehtë për t'u bërë. Hera parë, Lëpush po, majët Vajushës hera parë. Me kërë më i ri e bërë më shpet. Tesh, avash. Pëlqen shumë. Edhe së më hane kisha si pikësynim që me kap majën e Vajushës. Super, kena vendet mrekullueshme. Kja është një gjatë kryesore që na duhet me eksploru më përpara vendin tonë, masanoj me dalë jashtë. E kena bollë që me po në vendin tonë. Jemi pe Kosovës, kemi vendosur në pikë Kosovë Ballkans. Pe Kosovës kemi arrit në Shkodër, pastaj pe Shkodrës kemi shkuar në Theth. Nga Thethi në Valbon, apo në Valbonës, prej Valbonës në Qerem, nga Qerimi në Dobërdal, duke kalu në të bjesht e Milishevcit, pasaj në Babinopolje, në Gërbaj, dhe jemi këtu të Gërbajat, edhe si që shifni, ka një pamje fantastike, një vend shumë i bukur, jemi 11 persona, 3 persona jemi nga Kosova, edhe 8 persona janë nga shtetet ndryshme, nga Australia, Amerika, gjithashtu ka edhe prej Gjermanisë, Omanitën. Ishin të fascinuar prej bukurive që e kam po këtu, edhe thanë që është nga eksperienca më e bukur që kanë përjetuar ndonjëherë. Ishte e magjishme, megjithëse na bëjmë hiking shumë shpesh, domethënë thuaj se çdo javë apo çdo 2 javë, po me bë pikë Ballkans që zgjat afërsisht deri në 10 ditë, ka qenë një experience shumë e bukur, kemi taku shumë njerëz, edhe ka qenë një experience shumë e bukur. Po 10 ditë, aktualisht jemi në ditën e 9, e kemi edhe një ditë edhe kompletojmë Peaks of the Balkans. Thëmë të edhe në vizitoj 2 herë në vit, është një mrekulli natyrore, kemi vend shumë bukur, po i bëj thirrje gjithë shqiptarëve para se të shkojnë nëpër vendet tuaja të shijojnë vendet e veta dhe vendet tona se i kanë shumë bukura. Kjo s'ka nevojë për reklam, kjo është një perlë shqiptare dhe është një mrekulli. Plus që edhe sporti është hiking si të bën mirë edhe për sport dhe
me pas mundësi e bëj më shumë se 2 herë në vit. Ja, zakonisht hasim shumë të huj, janë shumë të kënaqur dhe janë të mrekulluar me këtë vend. Ngjitja në majën e Vajushës nuk është e lehtë, por nuk kërkon shumë pajisje profesionale, vetëm vullnet, pak përgatitje dhe shumë dashuri për natyrën. Ndodhet 2050 metra mbi nivelin e detit, duke qenë piknisja e bjeshkëve të Namuna, me një pamje që shtrihet deri në theth, Malin e Zi dhe malet e Kosovës.